dy vëllezër janë qelluar për vdekje. I dyshuari është bashkëshorti i motrës së tyre, që qëndronin para derës së shtëpisë. Ajo kishte shkuar në shtëpinë e familjes së saj për të marrë pjesë në ceremoninë martore të babait. Një ngjarje rënd ka ndodhur në fshatin Gullobos të Malishevës gjatë ditës së sotme, ku dy vëllezër janë qelluar për vdekje pranë shtëpisë së tyre. I dyshuari është bashkëshorti i motrës së tyre, Asrit Isufi. Viktimat janë Dritan Morina dhe Naim Morina. Raportohet se gjatë kohës që njerëzit po mbërrinin për ngushëllime, i dyshuari ka shkuar fillimisht për të marrë bashkëshorten e tij. Pas disa minutash, ai është kthyer përsëri dhe ka qelluar me armë zjarri ndaj dy vëllezërve që qëndronin para derës së shtëpisë. Të dy kanë dëruar jetë në vend ngjarje. Ajo kishte shkuar në shtëpinë e familjes së saj për të marrë pjesë në ceremoninë martore të babait. I dyshuari është arratisur pas ngjarjes dhe aktualisht është në kërkim nga policia. Personi i dyshuar ishte tashmë i njohur për drejtsinë dhe kishte qenë nën hetim për dy vepra penale, dhunë në familje dhe kanosje. Atëherë, sikur si jeni njoftuar deri më tani, kemi të bëjmë me një vrasje të rëndë, për vrasje dy fisht, ku kemi të bëjmë me dy viktima. Kryesi i kësaj vepre penale është ende në arrati dhe policia së bashku me prokurorinë jemi duke ndërmarrë gjitha masat që sa më shpejt identifikohet dhe të sigurohet prezenca e tij. Është njohur për organet e drejtësisë i dyshuarit? Tani për tani s'mund të jap informacione për shkak se duhet të bëjmë verifikimin e këtyre informatave dhe pastaj të dalim me një njoftim zyrtar me qëllim që të jenë informata sa më të sakta. A ka i kur në këmba po me veçmurë? Ajo që mund të them që do thotë në mes vete kanë raporte familjare, mirë për motivin ende nuk e dim saktësisht, kështu që pasi që të marrim dhëna të tjera më të sakta, atëherë do të dalim me një komunikat zyrtare. A ka rritur në sekuestru diçka në vendin e ngjarjes, se cilat janë mesin e provave? Policia duke ndërmarrë të gjitha veprimet në koordinim me prokurorinë, do thotë për të mbledhur të gjitha provat materiale dhe ato personale dhe më pas do t'ju njoftoj më gjithsesi. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.